Arrestohet autori i dyshuar i vrasjes së 41 vjeçarit shqiptar Altin Arapaj në Greqi, i cili u gjeti pa jetë një ditë më parë në Rafin. Sipas mediave greke, 46 vjeçari Mikel Selimaj u kap në një shtëpi në Glika Nera. Sipas mediave greke, pronaja e apartamentit ku jetonte 46 vjeçari u përpoq ta kontaktonte duke trokitur në derë, pa marrë asnjë përgjigje. Gruaja u shqetësua se mund të kishte humbur ndjenjat dhe u përpoq të hapte derën, por pa sukses. Ajo menjëherë njoftoi policin duke deklaruar se ndoshta kishte një emergjencë. Oficerët e policisë mbërritën në vend ngjarje duke i rënë ziles për rreth 20 minuta. Më në fund, 46 vjeçari hapi derën, qetësisht në ndikimin e drogës. Oficerët e policisë e njohën menjëherë nga fotografie që i kishte në dispozicion dhe e vunë në pranga. Në të njëjtën kohë, autoritetet kanë gjetur automjetin që dyshohet se është përdorur nga autori i krimit, brenda të cilit u gjet një gëzhoj dhe gjurmë gjaku të tharë. Autori e ka qelluar viktimën brenda automjetit. Sipas informacioneve, gruaja e 41 vjeçarit kontaktoi autoritetet mëngjesin e së mërkurës, duke raportuar se mori një telefonat nga ai se është qelluar në fytyrë nga një person, të cilit i kishte përmendur dhe emrin dhe i kërkoi që të përpiqej ta gjente. Ndihmë, më kanë qelluar në kokë. Zbuloni se ku jam, thuhet se ka thënë ai. Hetimi i policisë zbuloi se natën e së martës së kaluar, viktima, autori i dyshuar dhe 2 persona të tjerë u takuan në Artemid. Ata hipën në një makinë të drejtuar nga personi i emëruar nga viktima dhe bën një ndalesë të shkurtër në Rafin. Atje, autori nxorri një armë dhe e qelloi viktimën në fytyrë. 41 vjeçari arriti të largohej nga vendi i ngjarjes, të telefononte gruan e tij dhe t'i tregonte asaj se çfarë kishte ndodhur para se të jepte frymën e fundit. Autori i krimit u arratis me makinë. Pista kryesore e vrasjes është larja e sapeve për prishjen e pazareve të drogës, pasi 2 shqiptarët kanë qenë në duart e autoriteteve për raste të tilla.